Parashikimi javor 24 deri në 30 nëntor. Energjitë, vendimet dhe shpërblimet e kësaj jave. Java 24 deri në 30 nëntor mbërrin me një valë energjish që nuk i ngjan javëve të tjera. Disa shenja përballen me vendime të rëndësishme, disa marrin shpërblime që i kanë pritur prej kohësh, ndërsa të tjerë zbulojnë të vërteta që ndryshojnë rrjedhën e emocioneve dhe planeve të tyre. Kjo është një javë ku universi flet qartë, nuk ka më vend për dyshime, për humbje kohe, për frikëra. Çdo shenjë merr një sinjal unik, një mundësi, një paralajmërim apo një hap drejt një kapitulli të ri. Nëse po e dëgjon këtë mesazh, dije se kjo javë nuk është e zakonshme. Dashi, java 24 deri në 30 nëntor të gjen përballë disa situatave ku duhet të tregosh qartësi dhe vendosmëri. Në punë, një projekt që ka qenë pezull mund të marrë përparim të papritur, por kërkon që të jesh i fokusuar dhe i duruar. Në dashuri, një bisedë e sinqertë sjell afrim dhe zgjidhje të një tensioni të vogël. Beqarët mund të ndihen tërhequr nga dikush me energji shumë të veçantë. Financat kanë lëvizje pozitive, sidomos nëse ke bërë sakrifica së fundmi. Intuita jote është e fortë këtë javë, ndaj mos e neglizho. Mund të marrësh një sinjal që të shtyn drejt një vendimi që e ke shtyrë. Kjo javë sjell një mundësi të vogël, por shumë domethënëse, që të hap një derë të re në rrugën tënde. Demi, kjo javë sjell stabilitet dhe qartësi, duke të dhënë ndjenjen se gjërat fillojnë më në fund të marrin formë. Në fushën profesionale mund të kesh një vlerësim ose një përgëzim për punën e bërë. Në dashuri, energjitë janë të buta dhe mbështetëse, marrëdhëniet e sinqerta forcohen, ndërsa ato të dobta nxjerrin në sipërfaqe të vërteta të rëndësishme. Financat shfaqin përmirësim të qëndrueshëm. Gjatë javës, një vendim familjar ose personal kërkon vëmendjen tënde, por të sjell qetësi në fund. Ndonjë moment izolimi të ndihmon të kuptosh çfarë po kërkon vërtet. Kjo javë është një këshill hyjnore për të vazhduar ritmin pa frikë dhe për të pranuar ndryshimet e vogla që sjellin stabilitet afatgjat. Binjakët, java nis me shumë komunikim, ide të reja dhe situata që kërkojnë shpjegime të qarta. Energjia lëviz me shpejtësi, ndaj është e rëndësishme të mos përfshihesh në drama të vogla. Në dashuri, një keqkuptim mund të sqarohet lehtësisht dhe të sjellë një lidhje më të harmonizuar. Beqarët mund të marrin një mesazh ose shenjë nga dikush që i ka pëlqyer prej kohësh. Në punë, kreativiteti është shumë i fortë dhe mund të të çojë drejt një ideje fitimpruese. Financat kërkojnë mençuri, shmang shpenzimet impulsive. Java të jep mundësinë të mbyllësh një cikël mendimesh të vjetra dhe të hapësh dyert për një mentalitet më energjik dhe më të qartë. Gaforja. Kjo javë sjell një thellim emocional dhe një ndjenjë nevoje për qetësi të brendshme. Në dashuri mund të ndodhë një afrim i fortë shpirtëror me partnerin ose një sqarim i ndjenjave të tua të brendshme. Në punë, gjërat lëvizin ngadalë, por në drejtimin e duhur. Dikush mund të ofrojë mbështetje që nuk e prisje. Financat janë të qëndrueshme, por duhet të jesh i kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Java të fton të marrësh kohë për reflektim dhe për t'i kushtuar vëmendje shëndetit tënd emocional. Intuita është shumë e fortë dhe mund të paralajmërojë për personat që duhen shmangur. Kjo javë është për të forcuar zemrën, jo për të luftuar botën. Luani. Java 24 deri në 30 nëntor të vendos në qendër të vëmendjes, qoftë në punë ose në jetën personale. Njerëzit kërkojnë mendimin tënd dhe prania jote është e fortë. Në dashuri, dëshira për pasion dhe sinqeritet rritet. Një bisedë e thellë mund të zgjidhë një tension të vjetër. Në punë, një mundësi e re, një projekt ose një propozim mund të të çojë në drejtim të ri. Financat janë stabile, por duhet të ruash kontrollin e shpenzimeve. Energjia jote tërheq situata dhe njerëz të rinj që sjellin freski. Java vjen me një mesazh të qartë, mos u fshe, por shkëlqebindshëm. Virgjëresha. Java kërkon qetësi mendore dhe organizim.
Mund të kesh shumë detyra për të përfunduar, por po të lëvizësh me ritmin tënd, gjithçka del për mrekulli. Në dashuri, dikush kërkon më shumë vëmendje, ndërsa ti ke nevojë për hapësirë. Gjej balancën. Në punë, dikush vlerëson detajet që ti sheh me sy të mprehtë. Financat janë të qëndrueshme, por duhet të planifikosh më gjallë. Java të ofron mundësinë të shkëputesh nga një zakon ose mendim i vjetër që të ka mbajtur pezull. Energjitë janë të qeta, por të forta. Kjo javë është për ripërtëritje të brendshme. Peshorja. Java sjell momente lehtësimi dhe qartësie. Në dashuri, energjitë janë harmonike dhe të çojnë drejt dialogut të vërtetë. Mund të marrësh lajme të mira nga një person i rëndësishëm. Në punë, bashkëpunimet janë të favorshme dhe mund të fitosh diçka që të ka munguar, respekt, vlerësim ose mundësi të re. Financat janë të rregullta, por duhet të jesh i kujdesshëm me shpenzimet sociale. Energjitë e kësaj jave të ftojnë të mos e mbash brenda atë që ndjen. Jepi vetes hapësirë për të shkëlqyer me butësi. Kjo javë të rikthen ekuilibrin. Akrepi. Kjo javë vjen me transformim të brendshëm dhe me sinjale të forta intuitive. Në dashuri, ke mundësi të ndërtosh diçka më të thellë ose të marrësh një vendim që të çliron. Në punë, një informacion i ri të jep avantazh ose të ndryshon planet. Financat kërkojnë vëmendje, sidomos për shpenzimet e paparashikuara. Mund të kesh një moment qetësie që të lejon të reflektosh për të ardhmen. Java të shtyn të mos kthehesh më pas dhe të mos mbash barat që nuk të përkasin. Energjitë janë të forta dhe të transformojnë në mënyrën që ke pritur. Shigjetari. Energjitë e javës janë të gjalla dhe të mbushura me mundësi të reja. Në dashuri, mund të ketë një risi, një takim, një ndjenjë që ndizet pa pritur. Në punë, do të ofrohet një hap i ri që të çon në drejtimin që ke kërkuar. Financat janë të qëndrueshme, por kërkojnë organizim. Java të fton të marrësh më shumë përgjegjësi dhe të mos lësh gjërat në dorë të rastësisë. Intuita është e lartë dhe të shtyn të dëgjosh zemrën pa dyshuar. Një ditë e javës të sjell një lajm të mirë. Britsjapi. Java të vendos përballë detyrave dhe përgjegjësive të rëndësishme. Në punë, mund të marrësh një rol që të jep autoritet më të madh. Në dashuri, ke nevojë për qartësi dhe stabilitet, mund të flasësh më hapur për atë që ndjen. Financat janë të lidhura me disiplinën tënde, ruaje. Java sjell një sinjal të qartë që ka ardhur koha të largohesh nga rutina e lodhshme. Mund të marrësh një lajm nga një person me ndikim. Energjitë janë serioze, por shumë të dobishme. Ujori. Java sjell ide të reja dhe një frym të fortë kreativiteti. Mund të ndjesh nevojën të rrish larg zhurmës dhe të përqendrohesh në projektet personale. Në dashuri, dikush mund të surprizojë me sinqeritet. Në punë, idetë e tua janë geniale dhe dikush i vëren. Financat janë të qëndrueshme, por ruaj buxhetin. Java të fton të shprehesh lirshëm dhe të mos kesh frikë nga ndryshimet që po vijnë. Energjia jote është e veçantë dhe ndikon në mënyrën si të shohin të tjerët. Peshqit. Kjo javë është thellësisht intuitive. Mund të ndjesh një forcë të brendshme që të udhëheq në çdo hap. Në dashuri, ëmbëlsia dhe ndjeshmëria sjellin afrim dhe qetësi. Në punë, mund të marrësh një mundësi që të ka munguar. Financat kërkojnë më shumë vëmendje, sidomos në ditët e para të javës. Energjitë të shtyn të besosh të shenjat dhe sinjalet që të vijnë. Kjo javë mund të sjellë një moment spiritual që nuk e ke përjetuar prej kohësh. Lejoje veten të shkëlqejë. Nëse energjitë e kësaj jave rezonuan me ju, dëgjojini sinjalet e universit me zemër të hapur. Shkruani në komente. Jam gati për javën time, le të aktivizohet bekimi i 24 deri 30 nëntorit. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në Zërin e Universit dhe të ndani videon me ata që duan qartësi për javën që vjen. Drita e Universit është me ju.